إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Ate falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, me ndihmën e Allahut azza wa jall, me caktimin e Allahut azza wa jall, ja pra ne hym në muajin e bekuar, në muajin e madh, në muajin e shtrenjtë, në muajin me shumë mirësi, me shumë begati, me shumë vlera, me shumë shpërblime. Të gjithë së bashku kemi hyrë në muajin e bekuar të Ramazanit, në një muaj të veçantë, në një muaj madhështor, në një muaj të dalluar, të bekuar nga Allahu azza wa jall. Në këtë muaj në të cilin Allahu azza wa jall e dalloi nga gjithë muaj tjerë, i dha vlerë të madhe, i dha rëndësi të madhe, në këtë muaj Allahu azza wa jall e zbriti fjalën e Tij madhështore, e zbriti mrekullinë e pavdekshme, e zbriti Kur'anin. Tha Allahu azza wa jall: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaji Ramazanit, muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Ky muaj i cili ngërthen në vete shumë mirësi, i cili vjen së bashku me shumë begati, se cili prej nesh duhet të mundohet që ta shfrytëzon këtë muaj të bekuar, duke e adhuruar Allahun azza wa jall me adhurime të ndryshme, me namaz, me agjerim, me sadaka, me lexim të Kur'anit, me dhikr, me dua dhe me çdo ibadet që kemi mundësi. Në këtë muaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përgëzoi dhe na dha sinjal që është momenti, sidomos në këtë muaj, që ne të marrim një kahje më të mirë, që ne të ndryshohemi, që ne të përmirësohemi, që ne nga të këqijat ku kemi qenë të largohemi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Idha jaa Ramadan futihat abwabul janna, kur të vjen muaji Ramazan, hapen dyert e xhenetit. Wa ghulliqat abwabun nar, dhe mbyllen dyert e xhehenemit. Wa suffidat ash-shayatin, dhe prangosen shejtanët. Në këtë muaj dyert e xhenetit janë të hapura, dyert e xhehenemit janë të mbyllura, shejtanët janë të prangosur. A ka ndonjë mundësi më të mirë gjatë gjithë jetës tonë, gjatë gjithë muajve të tjerë, a ka ndonjë mundësi më të mirë se sa kjo mundësi që ne të ndryshohemi, që ne të kthehemi tek Allahu azza wa jall? Ata të cilët nuk e kanë falë namazin rregullisht, sot është mundësia. Ata të cilët ndoshta kanë qenë në gjuna të mëdha, në harame të ndryshme, sot është mundësia. Nëse sot nuk është mundësia që ne të udhëzohemi, të ndryshohemi, të përmirësohemi, atëherë
kur do t'jetë ajo mundësi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar. Dhe në këtë muaj Allahu azza wa jall liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Për çdo natë Allahu i liron disa njerëz. Këta nuk do t'jenë nga banorët e xhehenemit. Natën tjetër këta tjerët nuk do t'jenë nga banorët e xhehenemit. Është mundësia e artë, është mundësia më e mirë që ne të shpresojmë te Allahu azza wa jall dhe të mundohemi që ndoshta do t'jemi nga ata që Allahu do të na liron nga zjarri i xhehenemit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thërret një thirrës në këto ditë, në këto net, në këto momente, në këto çaste, thërret një thirrës edhe thot, ja baghi al-khayri aqbil wa ja baghi ash-sharri aqsir. O ti i cili e do të mirën, afrohu. O ti i cili e don të keqen, largohu, ndalohu nga ato të këqija. O ti i cili e don të mirën, o ti i cili ke filluar ditën me syfyr, o ti i cili e ke filluar ditën me namaz të sabahut, o ti i cili sot je agjerueshëm, o ti i cili e don të mirën, afrohu në adhurimin dhe Allahut azza wa jall, afrohu në punët e mira, afrohu te Allahu azza wa jall. O ti i cili e don të keqen, o ti i cili ndoshta viti të ka kaluar pa namaz, pa ibadete, pa punë të mira, ndoshta gjatë gjithë vitit nuk i ke caktuar kufit dhe nuk i ndalur aty ku ta ka ndaluar Allahu azza wa jall. Ndoshta gjatë gjithë 11 muajve, ndoshta ka pas mundësi që ti në ndonjë rast ke qenë i alkoolit, apo ke qenë i kazinos, ke qenë i bigjozit, ke qenë i zinas, ke qenë i kamatës e kështu me radhë. Ja baghi ash-sharri aqsir. O ti i cili ke qeni sherit, o ti i cili ke qeni haramit, ndale vetë vetën, pëndohu tek Allahu azza wa jall, nga se këto dit ma nuk thehen, këto net ma nuk thehen. Jemi në momente dhe në qaste që zemra është e gatshme, të gjithë jemi të përmalluar për shpërblimet e Allahut, të gjithë jemi të penduar nga gabimet e Allahut. E nëse në këtë muaj nuk falen gjunahet tona, atëherë kur do të falen? Në këtë muaj është mundësia që secili prej nesh të mundohet që në ditën e Bajramit të deli falur, të deli pastruar, të deli kulluar nga gjitha ato gjunahet e kaluara. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin me nijet të pastër, me shpresë në shpërblimin e Allahut, Allahu do t'ja fal gjunahet e kaluara. Gjithashtu tha, men qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet natën, pra kush e fal teravin, fal namaz nate, falet natën në Ramazan me nijet të pastër, me shpresë në shpërblimin e Allahut, Allahu do t'ja fal gjunahet e kaluara. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qama lejlatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet në natën e Kadrit me nijet të pastër, me shpresë në shpërblimin e Allahut, Allahu ja fal gjunahet e kaluara. Mundësit për të fal gjunahet tona në këtë muaj të bekuar janë shumë. Mjera i cili edhe në Ramazan vazhdon me gjunahe, mjera i cili edhe pas Ramazanit ban plane për të vazhduar në gjunahe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve unë gjitë në mimberin e tij duke unë ngritur, e bani një gjë, i tha disa fjalë që nuk i kishte thënë asnjëherë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, amin,
amin, amin, 3 herë. Mirë po kur zbriti, sahabet i ban pyetje dhe than, ja Rasul Allah, e ke vepru një gjë, i ke than disa fjalë që nuk i ke than në ndonjë rast tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, më erdhi Gjibrili alaihi salam, i cili më tha, qofti nënçmuar, qofti poshtruar ai njeri i cili e arrin Ramazanin dhe nuk i falen gjunahet. Allahu ja ka dhënë gjitha mundësit, Allahu ja ka hap gjitha dyert e hajrit, Allahu ja ka mbyll gjitha dyert e sherrit. Vjen Ramazani, nuk i falen gjunahet, mjerë për atë njeri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi i dëgjoi këto fjalë, tha amin. Pastaj herën e dytë tha Gjibrili alayhis salam, i nënçmuar qoftë ai njeri, i humbur, i dështuar është ai njeri i cili kur përmendet emri yt Muhammed nuk dërgon salavat dhe nuk thot sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha amin, dhe herën e tretë tha i nënçmuar, i humbur, i dështuar është ai njeri i cili ka të dy prind gjallë, babën edhe nanën, apo njanin prej tyre, dhe nuk e arrin xhenetin Allahut azza wa jall. Thuaj amin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha amin. Pra Ramazani është një muaj i veçantë, është një muaj i rrallë, është një muaj i begat, vjen me shumë mirësi prej Allahut azza wa jall, ndërsa prej neve kërkohet që të mundohemi ta shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar me çdo ibadet që kemi mundësi ndaj Allahut azza wa jall, duke u penduar dhe duke u larguar nga ajo që ndoshta kemi qenë e që Allahu azza wa jall nuk është i kënaqur. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na mundson që ta shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar. Allahu të na bën prej atyre që nuk i kalojmë ditët dhe netët në gjëra të kota gjatë këtij muaji të bekuar. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na pranon agjërimin ton, Allahu të na pranon namazet tona, Allahu të na pranon duat tona, Allahu të na pranon hatmet tona, gjitha ibadetet Allahu të na pranon. Gabimet tona, gjunahet tona, Allahu të na fal dhe të na pastron. Lutim Allahun azza wa jall, musliman kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tan Allahu t'i pasuron, të sëmurët tan Allahu t'i shëron, të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.